Ambasadori i Republikës së Turqisë Fatih Ulusoy realizoi sot një vizitë zyrtare urimi te kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, pas marrjes së mandatit të tij. Gjatë takimit kryetari Limani shprehu mirënjohjen për vizitën, duke theksuar se marrëdhëniet mes Gostivarit dhe Republikës së Turqisë janë tradicionale dhe miqësore. Ai nënvizoi rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit në fusha si kultura, sporti, arsimi dhe zhvillimi ekonomik lokal. Biseduam rreth bashkëpunimeve të mundshme edhe në kuadër të komunave, por edhe në kuadër të gjithë bashkëpunimeve tjera ndërkombëtare me të cilat Turqia si shtet mund t'i dalë në ndihmë Gostivarit dhe qytetit ton. Biseduam edhe rreth qytetit ton, bashkëjetesës e kështu me radh. Kënaqësi që gati se ditën e parë le të them të punës mirëprita ambasadorin e Republikës së Turqisë dhe besoj që frutat e kësaj vizite në fakt dhe këtij bashkëpunimi do t'i shohim në 4 vitet e ardhshme. Nga ana tjetër, ambasadori Ulusoy e uroi kryetarin Limani për detyrën e re, duke vënë në pas se Turqia dhe Gostivari ndajnë vlera dhe histori të përbashkëta, të cilat paraqesin një potencial të rëndësishëm për bashkëpunim të mëtejim. Türkiye her zaman Gostivar'daki kardeşlerimizin yanındadır. Turqia është gjithmonë në krah të vëllezërve nga Gostivari, ndaj dua t'i uroj ata si edhe kryetarin për fitoren në zgjedhje. Populli turk qëndron afër qytetarëve të Gostivarit dhe i gatshëm t'i përkrahtojnë në çdo sfidë. Në kuadër të vizitës, kryetari Limani dhe ambasadori Ulusoy vizituan edhe shkollën fillore Mustafa Kemal Atatürk në Gostivar, ku mësimin e ndjekin nxënës nga komuniteti turk. Vizita u cilësua si një mesazh i qartë i mbështetjes për arsimin dhe ruajtjen e diversitetit kulturor në komunë.